Protesta e sotme u përkradhen nga partitë politike shqiptare. Përderisa partitë opozitare ishin të pranishme në protest, partitë e pushtetit këtë përkrahje shprehen nga distanca. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi tha se nëse kjo çështje nuk është zgjidhur 30 vite, pse të mos zgjidhet tani? Nëse s'ka qenë 30 vite në gjuhën shqipe, a nuk duhet edhe sot jetë? Sot është parashtru kërkesa, sot u aktualizu kërkesa, madje nuk duhet fare kërkesa. Dhe sot ne po e shohim qëndrimet e Fillkovit, i cili thot, provimi i jurisprudencës është provim për kontrollin e njohurive gjyqësore njëherë thot, pastaj pas 2-3 javë kur e sheh se gabon në rënd, thot se është provim profesional dhe se nuk është procedurë administrative. Edhe të njëra, edhe të tjetra gënjen. Ligji është i qartë. Nga vlen thonë se në 2 dekadat e fundit ka pasur 7 ministra shqiptar të BDI-s në drejtësi dhe nuk e kanë rregulluar këtë çështje. Kryetari i lëvizjes Besa në Vlen Bilal Kasami tha se partia Ahmetit po i fsheh dështimet e veta pas protestave të studentëve. Sigurisht që përkrahim çdo protestë studentëve dhe ashtu siç e kemi deklaruar që nga kryeministri dhe eksponent tjerë të qeverisë që ne garantojmë që kjo çështje do të zgjedhet ashtu si duhet, por është ironike ajo që partitë opozitare veçanërisht BDI sot ka dalë në përkrahje të studentëve për të zgjidhur problemet të cilat ajo ju ala këtyre studentëve. Por mund të them që jam krenar se sot studentët janë të lirë të protestojnë edhe përkundër faktit që kjo çështje u është garantuar që do zgjidhet. Ndërkohë kryeministri Mickovski dje tha se qeveria ka formuar një grup me ekspert kushtetues të cilët po punojnë për të gjetur një zgjidhje, e cila do të jetë kushtetuese dhe e përshtatshme me standardet ndërkombëtare.